idha e habba Allahu abdan, kur e don Allahu një rob, istana'ahu li nafsihi, e zgjedh e veçon për vetveten e tij, e bën do me thonë prej robërve të veçont të Allahut. Wajtabahu li mahabbatihi, dhe e bën dhe e veçon për ta bërë prej atyre që i don Allahu dhe të cilët e duan Allahun. Wastakhlasahu li ibadatihi, dhe e veçon për adhurimin e tij. Me thonë kur don Allahu, çka ndodh? Të veçon Allahu për ta adhuruar atë. Fashaghala hammahu bihi, dhe e bën që preokupimi i këtij robi të jetë Allahu subhanahu wa taala. Me thonë preokupimi kryesor, numër 1 listën e prioriteteve të jetë tek ky, se a e praktikon fenë e Allahut, a është Allahu i kënaqur me të, a largohet prej harameve, a i vepron obligimet e kështu me radhë. E bën që preokupimi kryesor i tij të jetë Allahu, kur Allahu e don një rob. Pastaj thot e bën që gjuha e tij më shumti të preokupohet me përmendjen e tij, do të thonë të Allahut subhanahu wa taala. Dhe e bën që gjymtyrët e tij, trupi i tij më shumti të preokupohet me adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kjo ndodh pra kur një zemër është e pastër dhe kur depërton në të dashuria ndaj Allahut subhanahu wa taala. Për këtë shkak, nëse ky është pasoja e zbutjes apo mos ngurtësimit të zemrës, më thonë që preokupimi i robit jetë, preokupimi numër 1 jetë Allahu, që gjuha e tij më shumë ti ta përmend Allahun dhe që veprat, gjymtyrët e tij më shumë ti të veprojnë adhurimin ndaj Allahut. Nëse kjo është pasoja e zbardhjes, e zbutjes, e pastrimit të zemrës, atëherë e kundërta me të kundërtën. Nëse një njeri nuk është i tillë, që nuk e ka Allahun, do të thonë preokupimin numër 1, dhe nëse nuk i kryen me gjymtyrët e tij obligimet karshi Allahut, dhe nëse me gjuhën e tij nuk e përmend më shumë ti Allahun, atëherë kjo është prej shenjave se zemra e tij është e ngurtë. Allahu na ruajt nga një gjendje e tillë.